Përshëndetje, mirë mbrëma, kudo që jeni, e lutim Zotin të jeni shëndosh e mirë. Mirë se ardhët në emisionin ku shpalos shumë histori. Ku ka zëra që kërkojnë drejtësi, zëra që kërkojnë shpresë. E ne bashkë me juve kemi hapur zemrat me I dëgju këto zëra. E mbi gjitha, me marrë iniciativa kush me sa të mundet për t'ju dhënë shpresë, për t'ju dhënë një jetë të re, për të mbyllë plagë e për të ndalur vujtje. Halili dhe banorët e shtëpisë bashkë me stafin, ju themi mirë se erdhët në emisionin e premtja me Halilin. E këtë premte do e nisim ashtu siç e kemi nisë këtë punë në fillimet e tona. Jo kemi thonë gjithmonë që shoqata bamirëse e Jetimat e Ballkanit është themelu me niyetin, qëllimin e saj kuzhinat humanitare. Të paktën një shujë të ngrohtë t'ju afrojmë këtyre zërave që kishin nevojë dhe kanë nevojë edhe për ushqim. E në këto kuzhinat tona kamera shoqatës sonë ka shku dhe I ka vizitu. E sonte do ju sjellim pamjet nga kuzhinat tona, përgatitja ushqimit dhe shpërndarja e saj. Po e ndjekim historinë. Unë e marrë bukë këtu të shoqata Halil Kastratit që e 1 vjet e gjys. Buka te për mirë, sidomos djalit tem, I pëlqen urizi mas shumë ti, por çdo ushqim po urizi ma shumë. Po, a ka rastësi një ditë kur një shoqe më ka pru këtu, edhe më kanë thonë bukë me një herë, kur në isha dorëzu për jetës, edhe kështu që e falenderoj shoqatën Halil Kastrati bashkë me punëtorët, me menaxherat, me krejt, na presin mirë, sidomos djalin kur unë jam smute, ja japin bukën me një herë sepse ai ka dhe shkollën, edhe disa kurse, edhe I falenderoj krejt e presin mirë, sidomos fëmin, edhe si psikolog janë këtu se jo vetëm për bukën, I falenderoj për zemre, inshallah bëhet edhe djali jem u bashku me njerëz të human, me lon për të varfën, se ku ka shqiptar, ku ka njerëzim, ka edhe të varfën, edhe I falenderoj për zemrës, edhe Zoti ju bekoft krejtve për këtë ushqim që na jepni edhe na lehtësoni jetën e përditshme. Po këtu profesorisht një 2 vite që shërbejem me një shujt ditore, unë jam I kënaqur, puna për shka mirë, qetësi, pastërti, me të natë mirat. Më mirë që edhe kur I shoh njerëzit tjerë që janë të kënaqur, ka me nevoja të ndryshme, me njerëz me aftësi të kufizume, njerëz të më shumë, njerëz s'ka mënyrë. Unë mendoj që këtë kanë bërë në mënyrë shumë të qellume, edhe shumë me vend. I falenderoj shumë të gjithë ata që kanë organizuar edhe që kontribuojnë këtë çështje. Falenderimin jo është për Halil Kastratin, por të gjithë ata që kontribuojnë në këtë mirësi, I falenderoj edhe unë mendoj që kanë bërë shumë mirë. Se ka njerëz që s'kan kur fal mbështetje. Me torna, tulta, me gjendje të keqe, njerëz jetojnë vetmijet më shumë me gjendje ndryshme. E marrë kuzhinë këto që 2 vjet e gjys. Mirë, bëllë Zoti është përbleft me të natë mirat. Zoti është përbleft, ai që pagëft edhe që për na jepin me të natë mirat të morëm, Allah është përbleft. Mirë punëtërët, mirë krejt, Zoti është përbleft punëtërët e krejt, pse ma mirë për morëm. Mirë bëllë, me gjema, me bukë, me të pritnje, me të natë mirat të kena. Allah është përbleft. Elham I këftë Zotit mirë është shumë. S'ka vretje kurgja. Sholla kush e bjenë, donatorët të Halil Kastratin e punëtërët e kush e bjenë, Allah është përbleft me të natë mirat. Që 2 vite marrë bukën të këto në gjëlltore. Me thonë drejtë më kam shtur se kam fëmi kallablak dhe shtëpia jam nuk është dhe shumë më kanë ndihmu për shkak se vend ty që dhe bukën që e marrë gatshëm, gjellën, sokat, kur të ka bananë kështu I morëm, vend ty në marrë senet mire që I nevojitën, ose që ka nevojnë a I bornë në sen. Pastër të jashtë nivel, duhur, shumë mirë cilën këto 2 gratë me neve dhe këtë djali kusht gjëllën, shumë mirë, shumë jo me kënaqur.
Prej që jem të marrë bukën e kam jetën krejt më ndryshë, se di që e marrë sigurt për çdo ditë, vetëm dillën nuk e morëm. Dhe kur bjen dikush diçka na dhoj neve, dën tisha ose nëjt punë, nëjt math, në treja pa përdor. Falenderoj shumë Halil Kastratin, me të vërtet shumë njerëz ju kanë imu, falenderoj shumë nga zemra. Faleminderit për që tyne që po na japin me hongër, i kom bo 92 vjetë, 34 që faleminderit për tyne, po për marak, po na pritin mirë, po ho mirë, buka për marak, tjetër që ma thonë zemra eme, Allah i qobe a bo që ati që po na, se ku me hongër, unë ka dhe gruaja jo metë, as vetë nuk e di ka me a mojtë. Qa me vonë? Allah qobe a vonë tyne, ku për në epë në hongërë, faleminderit për tyne. Qa ku me vonë? Qa me vonë, zemra e me? Faleminderit. Faleminderit për tyne. Unë kanë lecu shumë mirë, s'ka ma mirë, se ashtë të janë gjellnat e mira, punëtorët janë mirë. Hile, s'ka gjë, s'ka ma mirë, s'ka. Shumë i shishem, unë shpita me zdi me përpunu që e banë të. Qësë nga ka lecu shumë mirë. Faleminderit Halil Kastratit edhe ata që e kanë hapë këte guzhin, inshallah u prihet marë, me tonat mirat. Unë e që 2 vjetë e marë që të bukën, shumë njerë njerës mirë, presin mirë, që 2 vjetë edhe këta janë shumë njerës mirë, zoti ishë përblevët edhe ata që po na jepin edhe krejtve. Se shumë katastrofë na jena. Unë e kom shpinë që të shkolla asin vaksh, katastrofë jena. Veç Allah ju shpërbliv që po na jepin bukën, se më zvetën se shkon që kjo bukë. Inshallah kanë gjithmonë dhe ata donatorët, inshallah Allah ju shpërbliv, inshallah kanë gjithmonë, inshallah gjithmonë kanë. Jeta është bërë dinamik, jemi duke shku kush, më shumë e kush më pak, të ju marë me veprimtari, me punë, si të rregulloj jetën më mirë, por një kategori e njerëzve. Me të vërtet të lënë anash të vuajtur, skamnur. E ju jeni bo shkaktar që të egzistojnë këto kuzhina, edhe të dëgjoni këto fjalë, këto rrëfime prej atyre që ushqehen në këto kuzhina. E thash në fillim që shoqata e Timat e Ballkanit është themelu me jetën për këto kuzhina. E nga këto kuzhina pastaj ballafaqimi jonë direkt me këto familje na ka bërë që të mësojmë shumë histori. Vizitat në për të shtëpitë e tyre, edhe u bën shkaktare rrëfimet, ballafaqimet, vizitat të këta që ne të zgjerohemi me aktivitetet tona, që edhe ju të rreshtohi me donacionet e juja. Edhe kemi ardhur sot para jush, duke i shpalos këto aktivitete, duke ju thonë lumi ju sepse jeni në vargun e lutjeve të shumë nanave dhe babalarve, të shumë fëmijëve. Jeni në lutje në atyre nevojtarve, e lutje atyre shpën shtatë qetë, Zotë ju rujtë e ju shpërbleft e kur mos ju hundë. Pikërisht nga këto kuzhina, ne kemi ftu një përfituese të këtyre ushqimeve, sot në studio, për të dëgjuar më tepër rreth angazhimit të kuzhinave dhe sa janë nevojshme dhe dobishme për këto familje. Zoti Halil Kastrati, hoxhi nderuar. Mirë, faleminderit. Si je ti? Unë këtë takime kam pritë që 16 vite,
edhe falenderoj Allahin që më mundësu njerëz të human që kanë ditë jetën tem bashkë me juve që takoj personalisht. Zoti të rujtë. Mirë se ke ardhë. Falenderoj shumë. Ule bashkë. Na kallëzo për vetën kush je, nga je, sa antari je. Në rrallë parë ju falenderoj për pranin time këto që ma keni mua mësu me ardhë edhe me refu jetën shumë të vështirë timen për të rrit një fëmijë. Unë jam Bashkime Sulejmani, vi nga Shqipëria, Shkodër, dhe që 20 vite unë familje nuk kam, biologjike. Por e falenderoj Zotin që më ka dhonë, Zotin i familje, ja, familja ime. Me nëkry Hoxhën e nderuar Halil Kastratin, edhe donatorët edhe shqiptarët e Kosovës që s'm kanë lënë kur anash pa u përgatit, pa më ndihmu që të rritë atë fëmijë ta shkolloj me shumë dinitet. Erdha në Kosovë në 2005, e vazhdova martesën, siç vjen nusja te burri, edhe për 4 vite huma 2 fëmijë. Pastaj deshti Zoti m'la një djalë. Unë nuk pash dritë më deri pas 5 viteve që ju drejtova kazanat Borllogut duke ushqy fëmijët. Dhe pas 5 viteve dul një kujshike edhe për 2 vjet me radhë më ka ble buk të freskët, se për 5 vite veç që kam gjetë në kazana kam ushqy fëmijët. Edhe jam shumë krenare që për kur fort çmimi nuk e lash fëmin, por jam në hak djalit tem që sot i ka 17 vite, si kur i ka pas 10 vite, për kur fort çmimi nuk ja ktheve shpinën nanës, por zgjolli rrugën e Allahit edhe nanën pa asgjë që t'jetojmë të dy bashk, edhe falenderoj Zotin që sot jam këtu, edhe emocionohem shumë kur foli për tim birë, që a jetoj vetëm fal Zotit edhe për një nane që pa asgjë, por pse jo, donatorët bajnë mrekullia bashkë me Hoxhën e nderuar, na kanë regjistru të shoqata dhe marrin bukë freskët edhe gjell, edhe pemë, edhe rroba treja që unë kur si kam pas në trup tem për 50 vite, edhe shumë djali jem gëzohet kur shef diçka tre që e marr për vete, se gjithmonë kam mendu për atë fëmijë, që mos ta latë pakten pa shkollë, ndasht me bukë ftoft, por pa shkollë jo. Edhe kushdo që më nimon, më thojnë, mos ki marak, se djali jatë ka mu ba Halil Kastrati i dytë, edhe ka me nimu njerëzit, se pa vujtje njeri nuk mësën për të nimu diken. Mashallah. Edhe sot gëzojmë të dy jetën, jena të dy bashkë, marrim bukë freskë me shumë vështirësi se unë jam edhe smut, por sidomos kur shkon djali edhe ka orarin e shkollës, e ma presin tepër mirë, edhe m'ja japin bukën, ndoshta krejt ja lirojnë renin, vetëm a ki shkollën apo, merre bukën e shkon në shtëpi te mami. Mu më kelon pa koment. Ashtë një fëmijë që vetë Zoti që ka ditë me falë. Zoti e rujtë. Por jam në hak djalit tem. I tham gjithmonë për çdo natë ma më falëm, se vetëm që e ke ditë ndoshta e ke ndje që s'kam kërken, ke jetu në kushte shumë të rana, pa rrymë, pa ujtë pishën, që 16 vite. Po që tash, që nja 4 muj, Allah i ka bë mrekulli, dikush e ka qitë emrin në internet, na kanë mlu një shtëpi, edhe kanë modifiku me do gjana, por edhe pak ka, edhe besoj në Allah që ka mu bo mirë, se kur t'ja kushtosh jetën Allahit me shpirtin thellë në trupin e njerit, ka me hapë dyrt që ai fëmijë t'jetojnë në kushtet mira si krejt njerëzit, por pse jo, edhe në kushtet vështira, por me besimin në Allah. Cilën klasë është djali? Djali është në vitin e 2, është krejt shkëlqyshëm me mësime, disa njerëz ja paguajnë edhe disa kurse, se kanë pa sa prirje ka shkolla e tina edhe nuk po dojnë me nalë. Po thojnë jo,
nuk ban me lanë shkollën. Edhe pi japin shtymjen për shkollim, por një 5 vite vetëm që kam pe klasë parë deri në klasën e 4, deri shanë mujin gusht, për mu është i beku muj gusht, sepse gjujshin fletoret familjarët nër bërlëg, i mersha, i ashkysha fletat e shkrimit, edhe i qësha djalin e shkollojsha me 5 fletat fletores. Por një dit mungoj mësusja Shqipe, që më ka beku zoti për 5 vite me atë mësuse në shkollën Pavarësia, që e falenderoj sot për 9 vite atë shkollë, edhe më tha pse bini shkym fletat e fletores. Shkova, konsultova me mësusen, edhe i thash, jo mësuse, këto e në fletoret e bërlogut, që mami vet ja shkyn ato të shkrimit, edhe ja jap ku gjoj fleta. Edhe aty e banit mallet e shkolla Pavarësia, bashkë me drejtorin, me nëndrejtorin, edhe mas 4 viteve që i bani djali klasën e parë dhe në 4-ten, nuk i ka mungu tem asgjë për shkollimin e time. Nga shkolla Pavarësia. Edhe kur shkovi atë dit, ka pas testin e pranimin në shkollën e mesme. Ajo natë nuk do të më harrohet që ka ra shi shumë, edhe djali jem me mu tonë natën, kena hjek lagenat e ujët, se u shgarkoj kënë shpe. Në nesme në shkovi bani testin, edhe ty u lutë zotit, o zot pranoj e djalin tem, se s'ka fjetë tonë natën edhe qysh me mësu. Mas një jave, tha djali do të shkojon të shof pranimin, a më kanë pranu. Më tha mam, i pari jam listën e pranimit shkollës mesme. Kur u pranu në shkollë të mesme djali, më lypi drejtorit takim me prind. Sepse djali në letrën e pranimit kishte vu vetëm emrin e nënës. Edhe i thash, djali ka vu emrin e nënës, po prej 2 prindve ka orë në jetë, pavarësisht divorcit, a i duhet mi dash të 2 prind. Pse jo? Edhe baben, edhe nënën. Pavarësisht që kem një prind, ju bëjnë thirrje, kërejt prindve mi ushqy me dashurin për të 2 prind, jo vetëm për njënin, pavarësisht baba apo nona që rrinë fëmit me njënin prind, por mi ushqy që të dojnë edhe prindit tjetër në distancë. Unë e po zgjatem shumë, kam shumë për të folë, por jam shumë emocionume që ai person që ma ka mundësu sot këtë pranim këtu, që e kam lyp për 16 vjetëve, e falenderoj për shpirtit. Për shpirtit vrar, por jam shumë e plotësume se ja bashkova zemrën të ma Allahit e më la forcë që mos t'ja kthej shpinën e vladit. Pse thu jam në hak djalit? Një non për të rrit djalin duke kërku në plera. E kam mbyllë jetën e vetë, rinin e vetë për të rritë e djallë. Nuk ka non e babë që është në hak të fëmisë. Unë jam në hak djallit tem, se kam su A, B, C, D në terë. Që ato janë konë mundësi të tu? Pa ujë, të pishën. Shkojsha natën më shënë për kujshi që i falenderoj, shumë edhe atë kujshike që më ka ble bukë të fura djelza 2 vjetë me rallë, e falenderoj për shpirtit. Sepse filloj djali të urrit, e ma isha përdore dhe me shakesën e bukës varë, që aj mos të shqehet me buka zonave kur të rritet, por të shkollohet, punojnë shumë, edhe të bëhet idejnë për veten, për të tjeret, e t'i kthejnë buzëqeshjen shumë jetimave, si kur shumë donatorë, shumë shqiptarja kanë këthy buzëqeshjen djalit tem, edhe të shkollohet, e të punojnë fort, që edhe ajë një ditë të ndajnë për të varfë, të kthehet buzëqeshja shumë fëmive në ditë festash, kur na jena shumë me lotë në sy. Jeta është shumë e shtrajt, pavarësisht vujtjeve e du jetën. Jeta ka vlera edhe me vujtje. Na ke bo shumë kurioz me taku edhe djalin. Do të viju në do të takoj kismet për Zotit. Shumë faleminderit, Allah është përbleft. Qa ka nevoj dhe t'i rrim gati. Shumë faleminderit,
Edhe besoj shumë që ky Zot që më drillet i qoftë halal, por ai që më kushtoi jetën mu, se e kuptoj të urrit që s'kam kërken përveç Allahin edhe djalin, i falenderohem edhe i kërkoj falje publikisht djalit tem që më kushtoi jetën ai mu. Edhe nuk më kthej shpinën për kur fort shmimbi. Ama të ka non. E ndi veten shumë zër përballë djalit, dorëzohem përballë djalit sepse është një fëmijë që nuk lakmon. As pasuri, as pare, as luks, por ai don Zotin ja, nanën e vet, t'jem të dy bashk, edhe të paktën të kenë ai fëmijë me ble diçka kur të shkojnë te shkolla e mesme. Sepse dy sokat që i mën shoqat, më thot, pse moj mam nuk e pe njonin të njonin unë, jo mam, sepse du që ti të kesh. E unë e ndash se unë kam buk edhe gjell, jam në shpe. E dy sokat çdo ditë që i marr të shoqata Halil Kastratit, bashkë me donator Zoti Bekoft, unë jaru i djalit e i qaj të shkolla, sepse nuk kam të ardhna, për me lanë paktën 2 euro në dite, për me ble një kafe, ose diçka me shok të shoqet të shkollës mesme. Bashkime na djalit do t'ja lidhim një burs për shkollë. Faleminderit, Allah ju shpërbleft. Une nuk të kam njoftë edhe për herë parë po të shë. Ti ka vite që e merë bukën në kuzhinë, po se cila familje që u shetë në kuzhinat tona, që janë 1200-300 persona në nivel Kosovës, se cila ka historinë vete. Që 1 vjet e gjysmë unë ka ndryshu jeta, se e di që buke gjillë, edhe soka ose pem, djali jem i ka paktën të përditshme edhe i ka të sigurta. Sigurta. E inshallah Zoti donatort edhe Hoxhën Halil Kastrati si hub kur. Pra, është e rëndësishme me funksionu në kuzhinë. Po, unë kam shku ditën e Kurban Bajramit, bëhen 2 vjet, shkova me marrë mish Kurbani. Kur punëtorja atë më tha, a je regjistru me thash, po e kam pru dosjen, po jam të prit me më thirë. Tha, meri end, edhe hajde tha nesër merë buk. Tha se na nuk qesim kërken pa buk, sidomos tha, kur e dim rastin ka qiran që jashtë. Edhe aty me ta shumë e mahnitën edhe prej asoj dite ndryshoj jeta jeme. E Zoti ju rujt, se gjithmonë e kam mendjen të djali, mos mi mungu kur gja, se une vetën, s'mbi menja për vetën mu. E sidomos vjetë, kur m'lane një pak puca treja shumë shtrejta në shoqat, thasha ka për djallë, bre, tha jo, kësaj rrallë ka veç për ty, nuk ka për djallë. Edhe guzhinjeren e përshëndes shumë, sepse e ban ushqimin shumë të mirë, e ban të pastër, na rrin shumë mirë me fjalë të mira, edhe punëtorja tjetër që pastran aty, shumë mirë. Na thojnë ti zban mu mërzit, më thojnë mu, personalisht po foli për vete, më thojnë zban mu mërzit, ti e ke Allahin e djalin, ashe çfarë djali jetë o rrit. Me këto fjalë mu m'japin vullnet edhe der në nesmen, në mojnë të fort. Pse jo? Halal të koftë. Ka njëherë vlen vetëm fjala, nuk është pasuria as parja. Vlen vetëm fjala e mirë. Një fjalë e mirë, apo në dhubuz, apo në qytet, apo në shoqat, a dikun, t'jep vullnet për ditën e ardhshme. Bashkimi, unë të falenderoj shumë që ke pranu me konë në studio, me dëgju diçka të vogël nga historia e jetës tuaj. E lut Zotin që gjendja ju të përmirësohet, edhe prej sot na do t'ju rrim gati me pa qysh mundemi me ju ndimu edhe në çfarë aspekti djalit një burs do t'ja lidhim. Do të vizitojmë edhe në shtëpi me pa se ku kanë ngel punime qysh tek, edhe borxhet këna me t'i fshi. Ka të i sjellë që shka janë du të bim në zero, edhe inshallah. Pa fillu njerëzit me ba iniciativen se pa realitetin, një motër muslimane, se na nuk u dorëzova për jetën, u kthy djali, një muj për para se me fillu kja iniciativë, u kthy djali të shku në shkollë, më tha, mam, unë e di që ti po vunë për këtë shtëpi, por besom, tha në Allah, tha që unë do të punoj 2 punë, edhe këtë qatiti do të shifesh me qeremidet kuqe.
mas një muje e bani Allahit që primen u pa, për njerëzve homan që remidet e kuqe në atë shpi. I falenderët i shpirtit. Zotë shpërblev gjë. Shumë falenderit. Na këna mu pa prap. Do të vizitoj edhe do të shofim gjendjen aktuale qysh është. Shumë jam krenare mirë se vjen, edhe të shifni edhe djalin tem, atëherë besoni që do të besoni realitetin e hidhur që ka shumë familje që jetojnë në të realitet. Zotë ju përmirësov gjendjen, ja falë shëndetin, Faleminderit. suksese djalit edhe inshallah Zotë ja hap dyrët e hajrit në krejt jetën e tij. Faleminderit edhe një herë. Shumë faleminderit. Zotë shpërblev. Shumë faleminderit. Që me ndut për atë fëmijë për një jetë më të mirë. Zotë shpërblev. Shumë Aty faleminderit. shkoj me sigël të them në mision. Kemi thënë shumë herë jeta është e llojshme. Kjo është rëndësia e nanës për të arrit fëmin e saj, sakrifikon jetën, rinin. Besa duke lype kërku edhe në koshat plehra edhe ushqim. Kanë lecu shumë halë derë të kuzhinat. Kem thonë se kur jemi ballafaqu me rrëfimet tilla, kanë nis edhe jenë zgjeru aktivitetet tona. Të gjithë ju që prej ditës parë se keni ndalë dorën që 17 vjetë, të i dhënë donacione, të i mundësu që shpërndahet ushqim, buk për shumë familje. Inshallah Zoti i ruan e ju shpërblen me të natë mirat, Zoti kur mos ju. E vazhdojmë emisionin me një historie tjetër, po shohim çka ka përgatit stafi për këtë natë. Përshëndetje, po paraqitemi nga fshati Begrac, komuna e Kaçanikut. Jemi te familja Gjyli Luxhës, sa të kemi ardhur me dorëzu çelësat e shtëpisë së re. Gjyli, ordno. Tashmë, veç jena në ambientet e brendshme të familjes Gjyli Luxhës, na po i lënë me pa se çu ka qenë vizitën e parë. Qysh je? Kjo është Halil Kastrati, i Suarejkës. është edhe me solim për prapë e 6 vjetë ka po solim, që është me katater, me pampers, me srej. S'monë për 2 vjetë non-stop të me lehur, me shpër Që sa kohë po e thonë qështu? Që 1 vjetë është me pampers me srej, me katater. Qëto, qatë verën, që aty në shkaqesi me më bëk, rautë kam shtu. Qësh është e mërja? Jam nef, Gjeli. Gjeli? Po, Gjeli Luxha. Fshati? Begrac. Komuna Kaçanikut. Komuna Kaçanikut. Ina 5. Ti baba? Edhe 2 fëmijë e grupi kam. Baba, a merr ndaj pension qysh? 100 euro i merr penzi. E ti apo në nëjse? Unë punoj komanier. Në një restorant. Apo mundi me ja dalë? Po shtu shka me bo. E ty shka qetë, ty shka me bo ju, ty qështu. Me unë me pi. Ata në gjithë dorën dy kërshëni? Ja kush s'na kanë gjithë. Jo. Ja, vesh kryetorit Begrocës, na bjesërë shtu më dinjë me esene, për zonë ideja i në gjithë në shekena, se që të kush jo. Babës, sa po më ishme asiguru i lachet? Po, që me loqe, me pampirësa, me ka kejtë cenat ja blej. Vetë. Nonën se ki? Ja, nonëm ka dhejtë që shkuj këm posë 2 vjetë. E s'kam.
Allah I ta lehtësoft. Gjeli na kënaqur me në tani shtëpinë. Faleminderit shumë. Me shtëpi të re. Faleminderit shumë. Për haju koft. Shumë faleminderit për ti. Faleminderit për kërkojë Kaçanikit. Na kemi një memorandum me kryetarin me komunën, kështu që e përzjedh më bo me shtëpi të re. Shumë faleminderit për juve. Zoti Rut, inshallah çaj që ka unë një për mua. Shumë faleminderit. Allah I ta lehtësoft. Faleminderit shumë. Edhe më në maksimum minet gati babës. Po thot Halil Kastrati, kena orën po thot më ta marrun një shtëpi pak më në gjendje pak më të mirë me pos. Hajde kale ushi mirë. Për haj. Allah I ta lehtësoft. Me iniciale B pik T, B pik T 6.000 euro. edhe me iniciali R pik B pik A 12.600. R pik B pik A 12.600. Pjesën tjetër, një pjesë komune, I gjanet publiku me kërë publikohet rasti kësaj familje zote Kosovë. Gjile, ndryshim I madh. Po. Dy fjalë ta qysh po ndihesh. Faleminderit shumë për Halil Kastratit, që në ka ka vizitu këtë familje. I falenderoj edhe Besim Elazin, edhe këtë besnikin për teje faleminderit shumë. Kryetarin e Begratës na ka mundësu me marrë këtë shtëpi. Edhe donatorët I përshëndes shumë. Zoti rujt kudo që janë. Faleminderit shumë për tena që kanë kontribuar për më marrë këtë shtëpi. Se me një rrugë po është probleme me mojtë edhe familje edhe me marru një shtëpi. Unë përnej këmanjerë, me një rrugë s'po më rrëjnë në kretë, bobën e kam gjithashtu të smut. Faleminderit shumë për jetimet e balkonit, Halil Kastratit. Në rautat të shtëpia vjetër, e kam se është me pampersin me katater, me sëllëm është ai prindi, unë kujdes në mas shumë të për ta. Po, shumë ma letë. A gjë kushtet pak ma tramna, se shtëpia vjetër është leke shumë. Për të mi konë ma keqë. Për të mi, se na do jetë I këtë banën, po për të mi myke shumë. Blind ceket se të kjo shtëpi kemi dy donatorë, ku njëri ka me shumë me 6.000 euro, një donator tjetër 12.600 kanë dëshiruar me ngel anonim, 10.000 euro është në bashkëpunim me komunën e Kaçanikut, pjesën tjetër janë donatorët e shoqatës. Me neve sa dhe është prapë besnik. Po atëherë jemi duke dhuruar shtëpinë e tretë, që kemi parë bashkëpunim me shoqatën e Timat e Ballkonit. Ta falenderojmë gjithë donatorët që kanë ndihmuar për familjen e Xhelil Luzhës. Në vetë veç inshallah e gëzon kimi familje. Na, po ja bëjmë për herë, Gjile. Faleminderit shumë. Inshallah me familje. Faleminderit shumë. Me pamjet e shtëpisë së re, bamirë se Zoti ju shpërblet. Nuk ka pramte emision që nuk hipen storje të dhurimit qelsave, jetë e re, familja gëzoft, e gëzofsh edhe ju të cilët jeni bo se bep, për mu bo kjo familje me shtëpi. Zotë ju shpërblef. E tani, stafi im ka qenë në komunën e Istogut, të një familje për vizit. Në këtë vizit kanë marrë pamje të kësaj familje. Rrëfimin e saj ka ardhur na ka tregu karabinierët që jenë në Kosovë të policisë italiane. Kanë ardhur e kanë rrëfyer historinë e tyre. Na I kanë tregu disa pamje. E ne e kemi dërguar me njëherë ekipën tonë.
edhe kanë sjellë këtë histori. Unë e Haxhi Mujaj, i lindur me 16-60, në komunë Drenasit, Verbovt, Drenic. Po pe babe, ke ka ble këtu, kërë në konë atë vogët, edhe në ka me qëtu, kjo është lukatë, si thotë, komuna i Stukut. Valoj me ndihme, Allah. Unë mëj me foljo, keme, s'keme, unë të rajë. Po me ndihma, populata po në ndihma. Zoti ishë përbleft. Që ato në ka pru Karitasi, për me që atje poshtë, ko kem shpinë ndjekne, po e kem qitët. E kom i qike i djali. Djali i ka 10 vjetë, qika ka mortetën, djali 12. Po s'po ka kush me i qyrë, kushtë pështen i vetë. I vetë një jëmë kanë, shpinë më kanë djekë, na e në dorë, në gësashtë atje. Besa kush me kanë kollë dhe thminë, unë jam i knaqë. Po i gjatë luftës më lajë, pej, në të njëtën, që këm përnu në Libi, jëmë këmë Beograd në punë, e kene e kam shusë puna së të atës, edhe të në shqitë jetu qëtu, a mund, thash po, për i brajmë në kohë, thash, valoj për to himë tonë. 96-ën, 7-ën, 99-ën, më kanë rejtë gjithë nga policia, gjithë dinjes. Valoj më kanë pa lidhë malë, edhe më kanë pa thonë, sot ta po të rejhem, e kem gjyse. Nestra, tha, kur të marrën kretë, keme të vrau. Thash, ti se të ki gjyse, qatë qisha veç. Edhe i plëme përsa. Thash, ti se të ki gjyse, nestra s'kimi pas, pike. Më ka në halë apet. Jema, fonde, kom lidhë. Tonë ka dhe, i kjem edhe të musliman bashkënjak. Valoj kanë kontribu për të një gjithë. Valoj dheri mish kanë prekin atu. Mili kanë një farë Elmija u kënë të... Nuk e në godzu me dhonë mil, por e kem quni trakturat i qeshëm, e na u enshmi me koshi me njën e tjetrin me atës milit. Po ku më shku, hajë. Në bubët vrasje, speqet. Ma tepër, ma mirë në po kem. A kem qep. Ku s'ko qep me pos. Po valojna, që shpeshen një vete. Valoj une, ju që tash një penzion, me 16 i këm bo 65 vjetë. Rrugë halo marë s'kam. Edhe nuk ti. A thmi nuk i kam të regjistru. A dy i kjena, Karitasi i malë, një qika dhe i gjallë. Qika është me 3-in të 5-it, 2017, djalli është me 7-in të 5-it, 2015. Shpia për gjatë luftës më ka t'jekë që e ku kam pojë, që ato ka marrë ndihma, edhe peshen i vetë, edhe ajo 2016 në ka t'jekë, që vetë është për duhet më që me bë bukë. Bukën për plimë, do nëj shpaget, nëj makaron, nëj cupë, do mëshet kurbanët qena kanë proqe, bile e kom pregadit. Tha
Thash dhe të shkrinje, pak. Jem nevoj qatë shpi, më dojë, që muj me thonë është, e jamja, apo më kuptën, s'kom ja pëtim të janë, s'mi ja lypë nuk e dënë. Në thonë në këtë thonë me që, ku kimë është ku për të mure, a muj me rëthi, nuk muj. Allah është për blevë tjetër, në kanë dhe mu që është me ngronë me pi. Pamje që flasin vetë, rrëfim shumë i prekshëm. Ne e kemi musafir krye familjarin. Hade mirë se erdë. Hade. Mirë që u gjetëm. Mirë dita. Mirë dita. Që shjeva të jali. Hade. Faleminderit. Mirë dita, përshëndetje. Po, përshëndetje, që shë? Mirë, më thone. Që shë po kalen? Pa e valoj. Që shka tho zoti? Që shjeti, bëtë? Mirë. A je mirë? Mirë. Mirë kosh. Kjo është djali? Kjo djali është puta. Sa fmikë? Kjo djali, une. Ti? Une i kam edhe 2 qika tjera. Bile edhe i qika është e s'mund si kjo, po... E qa ka djali? Valoj dridhet, ba t'jalli që nuk kanë gjendje një gotë uj me pi. Ka dridhje. Me punu s'mundet për që mundet për dhe vetë. Mi verifiku, e pja i gotë ujtë të manë 3 govenë. Sa vjeti ka? I ka e është me 10-it, 11-it, 88-et. 88. Qika është një vetë para ti, që ta 2 qysh. Edhe i qikë tjetër e ka më, ajo më është mirë, kosë mirë, të në. Prej cilit ven jeni? Na e jenë Lukos të thotë, komuna i Stokut. Na kanë folë për ty, Haxhi. Dhe ka arë një kërkes për familjen e ju, i me arë me ju vizitu. Edhe o konë një staf jem ju ka vizitu na i pamjet. Po, o konë. O konën se vjetë në 6 muaj me ndaj. Opa, më falë. Ska gajle. Që shjeti? Mirë. Relam dhe relam. Elhamdulillah, që shpëjetën? Pa e vallohi, se fukaroja. S'ki që më bëgë, që shka thotë zoti. Të mëjtëm, thëshe ju keni mi ndimu që kësë me milë. Vallohi, 300 refugjati kem posë, që të shkolla, nëjna kom pak më të lira, ja, po më kuptën. Se thëjqen, ma qupë. Po, më kanë rejë dhe mua, kom mbledh për 3% që në rrugu, a kono në kono. Edhe të dijem që atje, po, ke kësmet e pa të gjellë, deqë. Se valloj në zemë në ka prejkë, për gjithësi edhe në prejkë. E kalzova dhe një histori kur të kanë lidhë, të kanë rrej policia. Po, valo. Pse? Atë zuntën të që mila, për shka? Jënë orë të shpija, këm lidhë 3%, edhe më thanë, ki dokumentat atë blokat. Edhe më kanë rrej, orë konën, ka thaj ki 6.300 marka që i kem lidhë. Tha, ti dojmë për gjysht. A dhe mu gjysht. Tha, shvallo, i dje. I këm dhonë se, po, lazëm, thash, jam balë,
Ati, se ju, Allahi, se kisha dhonë sot gjakun që tash, aja jepi. Më kanë qunë malë, më kanë rej, edhe më rejnë mirë, edhe më thanë, shko kaldoj, tha filja unë i tregoj, tha, edhe thuj që të ka gjitë, apo më kuptan, edhe të kemë rej, tha që e kemë, tha, sot gjyqen. Njëstra tha kur të morëm krej, tha kemi vrau. Regjia, na pa i shohim pamje të shtëpisë, që tu jetën ti? Ma pur, të në rënoj një farë shpije. E këtu kush? Valoj, këtu, që tu jam të nejune. Qëtash? Qëtash. Okej. Po që dhe këtë gjalli jemë që këtë. Atë një mon në i kush, Haxhi? Valoj, veç ndima për para bajramit që na binë edhe që shtë se jo batali. A në konë të ti karabinjerët italianë? Po, janë konë. I kanë pru dhe makarona, kanë pru dhe shpageta, një dy jasa për thmi. Po. Djali ashtë i martum? Djali po i ka dhe thmi. Ku i ka thmi? Thmi një kem karitas, ka në të ku qanë. Pse? Po i valohi, i shkollane, i këqyrë, po i bje ditë për ditë, në sa baj merë, në aksham i bjenë. Edhe ka larë valoj 30 km, tra shku me ta ordhën njën, zlaku qani. A je mundu me i gjeti lagë djallit? Valoj, do barnishta i penë. A nene, mos i qelë. Do barnishta dhe tene, po. I ko do inqizime do kështu. E për shka ki nevoj, Haxhi? Valoj, soja, qëtë t'ja merë menja njerit, se ham lipsëm kërnor nuk kobat janë. Me shumë keq kupto. Shka jemi ftjash më shumë? Po valoj, shpi, besa e pova që atje ishe mirë, atje kurri. Po kënena këtë lamë është incizimin që e ka incizua atërë në 60 mujë është. Na po ta bojmë një shpi, Haxhi. Faleminderit, Zoti ju shpërblet, i përgjithësi. Valoj, Zoti ju shpërblet, hoteli. Po bojmë një shpi të re. Faleminderit, Zoti ju shpërblet, përgjithësi. A ty Zoti trujt, inshallah djali shërim, e qikës. Me fol djali? Po, fol shlihe me ta. Që ke emrin? Azem uje. Rasim? Azem. Azem. Po. Mashallah, mi, për haju kuftë. Faleminderit, kaloj, përgjit. Faleminderit. Pamjet po flasin vetë. Kontribut dhënës para luftës, në luftë. Aktivist. Po valojën e për demonstrata të dhe të njëtë. Po përgjësina konë. Veç për hajtë kofë shpia. Faleminderit. E gëzofshin. Allah ju shpërblet. Amin. Tonve, po shkojmë me sigil këthejmë në emision. Edhe Haxhi Muja i po bohat me shtëpi të re, sot emisioni rrëfime, pamje, tregime, që me të vërtet kërkojnë shpresë, kërkojnë ndihmë. E ashtu si që nisa po e përfundoj. Jemi këtu, ne, edhe ju, për të shëru plagë, edhe për të përmirësu jetesë, Zoti kur mos ju humbë me shpresën që asgjë nuk humbte i lumi Zot. Do t'i gjejmë këtu, edhe nesër kur do dalëm para ti. Ky është emisioni i sotshëm. Për gjithë ju të cilët keni dëshirë që të vargohi me donacionet e juja për t'i ndihmuar shumë familje përmes shoqatës tonë. Këto janë mundësitë
e ndihmës që mund të kontriboni përmes gjirollogarisë tonë në Zvicër për bashkëdhetarët tanë që jetojnë dhe punojnë atje. Kjo është shoqata jonë dhe dhonat e saj. Ndërsa për vëllezërit dhe motrat që jetojnë në Gjermani, kjo është adresa se si mund të ndihmojnë shoqatën e nga shoqata shumë familje nevojtare. Nga Gjermania në Amerikë, për bashkëdhetarët tanë që jetojnë atje, të janë dhonat e shoqatës tonë. Kosovë banka ekonomike, ProCredit Bank, edhe banka kombëtare tregtare. Për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, shoqata jonë tani më i ka degën e saj atje dhe dhonat. Shoqata ka dhe adresën e GoFundMe dhe adresën e PayPal-it. Si dhe gjithë ata cilët posedojnë numrin Vala dhe dëshirojnë të kontribuojnë shoqatën tonë me 1 euro, mund të dërgojnë SMS në numrat 55333 55444 edhe ndihmojnë shoqatën me 1 euro. Unë Halili, banor të shtëpisë dhe stafi, lutim Zotin me ju shpërbly me gjitha të mirat e ti, me jau lecu dynjan, me jau hek çdo breng, qysh po i hekni, po jau leconi dynjan shumë kujt juve, shihemi të premtën e ardhshme, Zoti kur mëson.